Përshëndetje, unë jam Aldo Sololari dhe ditën e sotme kemi ardhur në qendrën e Tiranës, në sheshin Skënderbej për të zhvilluar një aktivitet shumë të rëndësishëm për shoqatën shqiptare të shpëtimit për shoqatën e gjatë. Në fakt, shumë anëtarë që ndodhen brenda kampit të organizatës Mujahedine nuk e kanë konceptin e dashurisë, për arsye sepse atje mbi dashurinë dhe mbi familjen është vetë ideologjia e këtij kampi dhe të gjithë anëtarët nuk mundet që të dashurojnë dhe ata të cilët janë futur burrë dhe grua në një marrëdhënie bashkëtorë do të quheshin motër e vëlla, për rregullat dhe ligjet e ashpra të vetë ideologjisë të atij kampi. Por për fat të mirë shumë iranian kanë mundur që të largohen dhe janë bërë pjesë e integrimit social në shtetin shqiptar, nëpërmjet shoqatës shqiptare të shpëtimit, shoqatës Nexhat, duke u integruar në popullin shqiptar, duke qenë një me protokollin dhe legjislacionin e Shqipërisë, por duke fituar dhe të drejtën për të jetuar tashmë të lirë, e cila ka qenë gjithmonë e drejta e tyre, por nuk kanë mundur ta gëzojnë dot për shkak të rregullave dhe rregullores dhe kushteve që i ka ofruar pra organizata Mujahedine. Tashmë shumë iranianë të cilët kanë dalë nga kampi e kanë kuptuar konceptin e kësaj dite, pra jo vetëm për këtë ditë që është Shën Valentini, por për çdo ditë të jetës së tyre, për 365 ditë kanë kuptuar se çfarë është dashuria. Dashuria për ta është bërë një koncept dhe për gjithë popullin shqiptar që kanë arritur të gjejnë dashurinë e munguar, respektin mbi të gjitha dhe virtytet që ata nuk i kanë ditur që i kanë patur për shkak kushtëzimeve të ashpra të rregullave të kësaj organizate. Tashmë ata kanë mundur të jenë të lirë dhe kanë zbuluar një jetë ndryshe, një jetë progresive, një jetë që kanë zbuluar të drejtat e tyre, të mendimit, të lirisë familjes, të lirisë të gjithë pritshmërive që ata kanë patur për jetën e tyre dhe për ëndrat e tyre. Pikërisht sot është një mesazh dhe për gjithë familjet iraniane dhe për nënat të cilat ndodhen në shtetin e Iranit, për të treguar që ne jemi këtu për t'i mbështetur, për t'i ofruar dashuri, për t'i ofruar suport dhe për të thënë që bijtë e tyre shumë shpejt do të dalin nga kampi. Dhe shoqata e gjatë këtë mision ka. Misioni i parë është për të bërë urën lidhëse të komunikimit midis familjeve të cilat ndodhen në vulnerabël në shtetin e Iranit dhe janë larg fëmijëve dhe bijve të tyre, në radhë parë. Në radhë të dytë për të përcjellë një urë komunikimi dhe për të marrë mesazhet e tyre nga Irani dhe për t'ia përcjellë fëmijëve të tyre të cilët ndodhen të izoluar në kampin Mujahedin, dhe në radhë të tretë për të bërë aktivitete sa më shumë për të integruar këta persona të dezertuar, pra për të larguar këta persona të cilat kanë dalë nga kampi Ashraf 3 dhe duan që të jenë të lirë në popullin shqiptar. Mesazhi im i vetëm është që duhet ta shijoni sa më shumë dashurinë, të gjeni personin që ju përshtatet. Dashuria është një koncept multidimensional, nuk është vetëm me partnerin, është familjen tuaj, është me personat që ju bëjnë të ndihen mirë dhe kaloni një kohë të shëndetshme. Kështu që qëndroni në kërkim të dashurisë.